Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të respektuar teleshikues, ju përshëndes kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt e Kur'anit është emisioni jon i përjavshëm. Popujt e Kur'anit që janë rrëfyer, janë treguar në librin e Zotit. Nuk janë për të lexuar thjesht dhe për të kaluar nëpër ta, nuk janë për të mbushur faqet e një libri, nuk janë thjesht për të përfshirë hajt edhe pak nga historia, por në librin e Allahut asgjë nuk ka të kotë, asgjë nuk ka të rastësishme, asgjë nuk ka të dyshimt pse është e nuk ka të panevojshme, nuk ka tepër. Ma farratna fil kitabi min shay. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, në librin ton ne nuk kemi lënë asgjë pa e përmendur dhe pa e përfshirë, por edhe asgjë nuk e kemi tepruar në te. Dhe gjersa rrëfimet që na vinë në Kur'an janë rrëfime të nevojshme për ne, për gjeneratat që jetojmë me ardhin e Kur'anit, atëherë ne do t'i mësojmë se cilat janë mësimet, cilat janë përvojat që janë nxjerrë nga ato tregime, nga ata popull, nga ata individ që Allahu xhalla xhelaluhu e ka zënë në gojë, pra ka përmendur në librin e tij. Jemi me Isain a.s. dhe në fakt në javën e kaluar dhe tham përfundimi i Isait a.s. Dikush mund të na thotë, por çfarë dëshiron sot me Isain? Pse je prap me Isain? Që në fillim po ju paralajmëroj, vetëm edhe sonte jem me Isain. Pra nuk do të vazhdojmë më tepër, ndonse ka shumë shka çfarë të thuhet për Isain a.s. Por periudha pas ngritjes së Isait a.s., të mos thënë pra përfundimit të tij, të misionit të parë ose të etapës së parë, nuk përfundon me Isain a.s. Dhe s'kem qarë pa përmend se çfarë ndodhi me te. Një njeri shumë i devotshëm, një profet i Allahut shumë i çmueshëm, një thirrës shumë monoteist, një besimtar i denj në vetvete, por shumë i përkushtuar që të mos i bëhet shirk Allahut në asnjë mënyrë. Çfarë ndodhi dhe si përfundoi që në një kohë të caktuar Isai a.s. të bëhet shirk me te. Të bëhet shirk sepse pas vdekjes së tij ndodhen çësje shumë interesante që më vonë do të njihen se krishterët që e pretendojnë se Isai është i tyre në kuptimin të gjithë pejgamberët janë një familje, të gjithë pejgamberët janë një lozë, të gjithë pejgamberët kanë një mision, ata janë sikur vëllezërit, sikur ka quajtur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që janë nga një burim, por nënat e tyre ndryshojnë. Në kuptimin pra, ata janë sikur me qenë një familje që vinë për të njëjtin qëllim dhe të njëjtin mision. Mirë po, Isai a.s. me tekst të veçantë më vonë, pra pas vdekjes së tij, u bën gjëra tepër interesante rreth tij. Më interesantja është që disa e konsideruan bir të Zotit, djali i Zotit. Në çfarë koncepti? Në konceptin se ai u lind pa baba dhe gjersa me mrekullinë, me mënyrën që Allahu xhalla xhelaluhu pra e ka bërë që të jetë tepër e veçantë për të treguar fillimisht fuqinë e tij, se unë mund ta bëj këtë edhe në mënyrë tjetër, pra lindjen e juaj, shumimin e juaj, mund ta bëj edhe në mënyrë tjetër. Unë mund t'i thyej rregullat që ekzistojnë, që janë vendosur nga unë, do të thoshte Allahu xhalla xhelaluhu, për të treguar se ato për mua nuk janë ligje të cilat mi ka vendosur dikush dhe unë nuk mund të dal nga ato, por janë ligje që unë i ka vendosur për ju dhe unë mund t'i thyej kudo. Në mënyrë që të dihet krijesa nga krijuesi.
të dihet i varuni nga i pavaruni, të dihet i pafuqishmi nga fuqiploti. E Allahu xhalla xhelaluhu derisa e ka bërë që Mariemja të mbetet shtatzën pa pasur mënyrën biologjike të njoftun të intimitetit me një burrë dhe të ketë nga qeliza mashkullore në vezorën e saj dhe të bëhet ai fekundimi i njoftun që është tek njerëzit, ata tentuan që këtë ta bëjnë dhe kjo është e papranueshme dhe s'ta thot edhe gjuha, sikur ai të ishte burri i Mariemës, respektivisht baba i Isait alayhis salam. Vërtet tekadu as-samawati yatafattarna an da'u lir-rahmani walada. Qejt përcasin. Toka rrshet keq nga pretendimi që Allahut i kanë atribuar se ka fëmijë, ka pasardhës. Kul huwa Allahu ahad, thuaj Allahu është një. Surja më interesante, 1/3 Kur'anit në vlerë, surja e dyta nga më të shkurtat në Kur'an. Edhe më shkurt edhe 1/3 Kur'an, po, ja shehe kuptimin. Thuaj pra o Muhammed, tregoj se Allahu është një. Është Samed. Samed pra është emër i Allahut që ndër përkthimet më të ndryshme që mund të thuhen dhe ndoshta më i kompletuar është të gjithë kanë nevojë për të, ai për askënd nuk ka nevojë. Lem yelid e specifikon këtë. Ai nuk ka lindur askënd. Nuk është baba i askujt. Wa lam yulad, as nuk është i lindur nga askush, nuk është fëmijë i askujt. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Askush nuk mund të jetë i barazvleshëm me të, nuk mund të ketë merita të njëjta, pra as nuk është babai dikujt, pra të jetë ky superiori dhe të tjerët të lindurit e tij, as nuk është ky inferiori të ketë dikon edhe më superior, pra të jetë i lindur nga ai e kjo të jetë fëmijë i tij, pra as nuk është i barazvleshëm. Allahu është i veçantë. Dhe vërtet pretendimet që Isai të jetë biri i Zotit është e vështirë. Madje tani kanë vazhdu krishterët dhe kanë pas ndarje të ndryshme. Disa i kanë thonë biri i Zotit, disa i kanë thonë vetë Zoti. E disa kanë thënë se Zot është edhe Isai, edhe Allahu, për që i bie tani kanë bërë rivalitet. E disa kanë bërë trinitetin që e kanë quajtur edhe Mariemja, edhe ajo është pra Zoti, edhe një farforme kanë bërë Zotin të ndarë në 3 pjesë. Thalithu, thalathe, që nuk i takon kjo Allahu xhalla xhelaluhu. Për këtë pra po e fokusojmë këtë pjesë se me kalimin nga kjo botë e Isait alayhis salam ndodhen devijime të shumta pikrisht nga ata që e deshën, nga ata që e pasuan, nga ata që menduan se lindja e tij interesante, mrekullia e lindjes së tij, mrekullitë të tjera që i kishte, ai ishte i mbivlerësuar dhe e quan deri në gradën që nuk bën të numërohet asnjë njeri. Dhe Zotën duke marrë mësim nga kjo, i dërguari sallallahu alaihi wasallam tha: "La tuturuni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam." Mos më glorifikoni ashtu sikur e glorifikuan dhe rritën të krishterët Isajin birin e Mariemit. Por tha, unë jam robi Allahut dhe i dërguari Allahut. Dhe jo rastisht ne në shahadetin ton, kur e themi wa ashhadu anna Muhammeden, dhe dëshmoj se Muhamedi, pra pas dëshmisë se Allahu është Zot i vetëm, Zot krijues i vetëm, ai që meriton të adhurohet i vetëm, ai që ka atribute të veçanta
dhe është absolut dhe është i vetëm në ato atribute. Të tjerët mund të kenë atribute të Zotit që i ka dhënë, por janë të kufizuar. Allahu është i pa kufizuar, është absolut. Pra, në krejt këtë shahadet që e themi, dhe kur e themi tash, dhe dëshmoj se Muhamedi, çfarë Muhamedi? Është rob dhe i dërguar i tij. Pra, është bërë slogan tash i muslimanëve që ta përmendin robërinë e pejgamberit. Dhe thamë, gradë më të madhe, shkallë më të lartë që mund të arrijë njeriu se të jetë pejgamber nuk ka. Ajo është kulmi që mund të bëhet dikush nga njerëzit. Pra, dikush mund të jetë mbret, dikush mund të jetë president, dikush mund të jetë kryeministër, kancelar, pushtet e mbi pushtet, të jetoj disa mandate si udhëheqës, dikush mund të kaloj krejt jetën si udhëheqës e tjera. Të gjitha këto janë më të ulta, grada më e lartë që arrit njeriu në këtë botë është pejgamber. Por pejgamberia nuk është privilegj që të bën të jesh më i madh i njerëzve, por është ngarkesë madje. Është përgjegjësi që të bën të kuptosh se ti je njeri i ult që i bjen në sejdë Allahut dhe të bësh thirrje në këtë. Jo të ta manifestosh forcën e dërgimit që Allahu mua ka zgjedh të jem pejgamber dhe tash mua të më bëni një koltuk të madh dikun, të më bëni një rezidencë, të më shikoni, të më mbroni, të më asesi. Asnjë prej pejgamberëve nuk ka pasur këso kushte. Asnjë prej pejgamberëve nuk e ka shfrytzu rastin që njerëzit që e kanë besu të sillen si robër ndaj tyre. I dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kishte të ndaluar që të merrte zakatin, dhe jo vetëm ai, edhe familja e tij. Edhe nëse do të ishin të varfër, nëse do të kishin nevojë vetëm që të mos mendohet se po mbledhet taks prej njerëzve, e po i atribohet familjes së profetit, që dikush pra kështu e koncepton pushtetin që kur i jepen disa përgjegjësi të caktuara nga shoqëria, në çfarë do mënyre ai mundohet që t'i bëj ato për vete dhe të mendoj se të tjerët duhet të sillen vërdall rreth tij dhe ta shërbejnë atë. Përkundrazi, shërbëtori më i madh është udhëheqësi dhe kështu duhet ta ndij veten. E Isai alayhis salam ishte me shumë atribute fetare, njerëzore. Nëse i kujtohet para disa jave, e kishim thënë një fjali që ishte shumë fetar. Pra nuk e kemi për qëllim që profetët e tjerë nuk kanë qenë fetar, por të kemi parasysh. Isai ka qenë antipod i thirrjes të jetë biri i Zotit, ose të jetë vetë Zoti, ose të jetë pjesë e Zotit, por thjesht të jetë rob i Zotit. Qale inni abdullahi atani al-kitabe waj'alani nabiyya. Unë jam rob i Allahut që më ka dhënë libër, ose do të më jap libër dhe do të më bëj profet. Dhe jo vetëm kaq. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dhe Allahu më ka urdhëruar që unë të fali namaz dhe të jap zakat sa të jem gjallë. Ky është Isai biri i Mariemës, pra. Jo më pak e jo më shumë. Me vonë pra krishterët u ndanë dhe është interesante për kjo çësia e tyre ka e morën. Në rregull është edhe një herë po them simpatia, dashuria ndaj një profeti, por nuk është në rregull që të dilet prej kornizave të normales, sepse ne po të njëjtin problem do ta kishim edhe ne muslimanët. Me krejt peshën dhe rëndësinë e Isait alayhis salam nuk kemi dilemë që profeti, pejgamberi më i dalluar, imami i gjithë pejgamberëve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse dikush do të meritonte të kishte atributet më të larta, do të ishte ky, por nuk i kemi të lejuar. Dhe jo rastësisht ne kemi shumë kujdes. Madje edhe brenda vetë neve muslimanëve kujdesimi që mos bim si pre e asaj që kanë rënë vetë krishterët, dhe kemi frikë që disa prej grupeve sufiste kanë rënë nga dashuria që duhet ta kenë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë çështje
pra të sprovohen dhe ta bivlerësojnë pejgamberin alayhis salam. Kjo është çështje e gabuar. Asesi. Ne duhet ta luftojmë këtë çështje. Por edhe duke luftuar duhet të kemi kujdes, jo ta ftohim bindjen dhe dashurinë për pejgamberin. Asesi. Duhet ta mbajmë ngrohtë edhe këtë. Ne i shohim ato debatet kur bëhen për çështjen e Mevludit ose respektivisht datëlindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se si ndahen në dy pjesë njerëzit. Ne duhet të gjithë të kuptojmë, duhet ta duam të gjithë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dashuria jonë për të duhet jetë shumë më e madhe se sa vetë dashuria që e kemi për anëtarët e familjes. Është shumë e vërtetë. Duhet, madje tha, nuk ka besu mirëfilli dikush derisa unë të mos jem më i dashur se familja e tij, se fëmijët e tij, se gruaja e tij, bashkëshortet e tij ose burri i tij në mënyrë respektive dhe se gjithë njerëzit. Është shumë e vërtetë që ai duhet të jetë njeriu që më së shumti e kemi ndërmend brenda ditës. Por jo të mrihet deri në nivelin e adhurimit. Ne e duam, e rrisim deri në nivelin e një mësuesi që na mësoi ta njohim Allahun. E më pastaj të lidhemi me Allahun, e jo të lidhemi me profetin. Për këtë arsye, Ebu Bekri i Madh, kur vdes pejgamberi alayhis salam, njerëzit menduan se qysh jetohet tash pa pejgamberin. Jetohet shumë thjesht. Tha, kush e ka adhuru Allahun dje, adhurojeni edhe sot se ai është i gjallë, nuk vdes. Kush e keni adhuru Muhamedin, ai tash e tutje më ka vdek. Gjithsa ne po flasim për Isajin që është i ngritur dhe është gjallë, është në një zonë, po e them tash, kushtimisht neutrale tani për tani, por do të bëjmë fjalë tani sonte në këtë emision për ardhjen e tij dhe rikthimin e tij në tokë përsëri, por megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vdekur, i ka ndodhur vdekja, i ka ndodhur pushimi i trupit të tij, është ndarë shpirti nga ai etj. Pra, ai është njeri. Dhe ai që është njeri është i atribon të gjitha atributet njerëzore. Inneke mejitun, o innehum mejitun. Edhe ti, edhe ata, krejt keni për vdek. Pra nuk ka për dikën përjetësie, për dikën vdekje. Ti je njëri prej njerëzve. Nëse jemi i dalluari, atëherë dallimin bëje për t'i tregu njerëzve thirrjen në Zotin një, për t'i thirrë njerëz në tauhid, në njëshmërinë e Allahut e jo në shirk në Allahun xhalla xhelaluhu, sepse kjo është e padurueshme. A imagjinojmë sikur të kishte ndonjë metodë tjetër që ta njihnim Allahun ne direkt, pa libra të shenjtë dhe pa pejgamber, po i bie se na nuk do të kishim obligim hiç ndaj pejgamberëve. Hajde mendoni kështu. A obligimi ndaj Allahut nuk bie, nuk soset asnjë moment. Edhe nëse ne, pra, e paskim pejgamberët ata mësues, dhe ne i falenderojmë, respektivisht çojmë salavate për ta, për mirësinë që na sollën, besimin që na sollën dhe ne na mësuan që të bëhemi adhurues të Allahut, e vërtet ata meritojnë shumë respekt prej anës tonë, por kjo nuk nënkupton të respektuar, të lishikues. Asesi nuk nënkupton që ne të bëhemi adhurues të tyre dhe ta zvoglojmë simpatin ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Shumë në rregull është të dërgojmë salavate, por t'i lutemi Allahut për salavate. Ne edhe kur bim salavate nuk i thojmë Muhamedi le të jetë më i madh, po i thojmë o Allah. Pra është lutje ndaj Allahut, salavati janë lutje ndaj Allahut. Është shumë interesante kur njerëzit nga respekti për pejgamberin më bie në sy ilahit, kasidet. Pra kur shkruan dhe këndon, më shumë kanë bëjmë me lavdrim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, më pak për adhurim ndaj Allahut. Është çështje e gabuar kjo. Ose kur e dëgjon ilahisin thotë po fillojmë me një ilahi me salavat, mos e fillo ashtu. Nëse fillohet me sikur me elhamdulillahi rabbil alamin. Pastaj wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Njëherë falënderimi absolut i takon Allahut, pastaj dërgojmë salavate dhe paqe mbi pejgamberin alayhis salam. Pra jo glorifikimi. Dhe çësia e krishterëve e gabuar për Isajin alayhis salam duhet na mësojnë neve se si të sillemi ne me
pejgamberin alayhis salam. Dhe jo vetëm kaq. Nuk dua të hyj në atë pjesën tjetër se çfarë ndodhi me Injilin pas Isait alayhis salam dhe me pas shkrimi I tij në verzione të ndryshme e pastaj dhjata e vjetër, dhjata e re e tjera gjëra që këtu mund t'i mësoni dhe t'i lexoni në libra që janë të posaçme për to, por ajo që e bën të krishterët pas largimit nga kjo botë, respektivisht nga ky nga këta trupa qiellor që I kemi, nga ky sistem diellor që I kemi tani për tani, Isa alayhis salam pra nuk është në këtë sistem tash, ai është I ngritur te Allahu xhalla xhelalu, pra e jo I vdekur. Ata psuan ndryshime, bën devijime të ndryshme, të cilat nuk I takojnë dhe nuk mund t'ja atribuojmë asesi ato Isait alayhis salam. Përkundrazi, Isai alayhis salam ka qenë, thash edhe një herë, atributi I kundërt I kësaj, ka qenë antipod I kësaj, ka qenë thirrës I sinqert në rrugën e Allahut xhalla xhelaluhu, në tauhidin dhe në njohjen vetëm të Atij, në adhurimin e Tij, saqë po ja rikujtoj edhe një herë kur Iblisi I pati thënë ti nuk të takon të jesh vetëm rob I Zotit, por të takon të jesh vetë Zoti, sepse ti je zgjedhur dhe je I dalluar prej të tjerëve, ai nuk I buzëqeshi Iblisit, por kërkoi mbrojtje te Allahu xhalla xhelaluhu nga ai, Allahu e ndihmoi dhe ja zvogloi ndikimin e Iblisit, duke zbritur Gjibrilin dhe Mikailin që t'ja eliminoj Iblisin që po e bën të cytje që të bën të gabime. Këtu do të bëjmë një shkputje, do të kthehemi pas pak për të pasur se çfarë do të ndodhë me Isai'n alayhis salam, pra pasisht para lajmëve dhe shenjë për shenjë të kiametit. Qëndroni me ne, do të kthehemi pas pak. Rikthehemi të respektuar teleshikues për të vazhduar me rrjedhën e emisionit Popujt e Kuranit dhe jemi me Isai'n alayhis salam. Jemi me Isai'n alayhis salam akoma edhe pse në javën e kaluar pa të më thënë përfundimi e Isait alayhis salam, po përfundimi ishte I etapës së parë të profecisë, por jo përfundimi I tërësishëm I tij. Ne para se të arrijmë te kjo pjesa se çfarë do të jetë roli I tij në të ardhmen me Isai'n alayhis salam, folëm pak në pjesën e parë për gabimet që u bën në raport me Isai'n alayhis salam kur e trajtuan vetë pasuesit e tij, se pasuesit e tij jemi edhe ne, edhe muslimanët, por këtë arsye edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ne jemi më meritor që ta duam dhe edhe për Isai'n edhe për Musa'in të njëjtën ka thënë. Me fjalë tjera, ai është profet edhe I joni, por ata që njihen si pasues të tij dhe besimtar vetëm të tij dhe jo të profet tjetër mas tij, megjithatë bën gabime të hatashme kur I thanë se është rob I Zotit ose është vetë Zoti ose është djali I Zotit, jo rob I Zotit. Pra kur bën këso glorifikime për Isai'n alayhis salam. Megjithatë Allahu xhalla xhelaluhu e ngriti në qiell dhe ai do të vjes me misionin e tij të një besimtari. Pra, edhe nëse them përfundimi I Isait alayhis salam, ja vlen të thuhet, pra si pejgamber ka përfunduar. Nuk po duhet të them që alayhis salam patjetër me këtë ta marrim vesh pejgamber, por Isai si besimtar, Isai si pasues I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është gjallë për momentin, nuk I kemi afër, por ai vjen një ditë prej ditëve dhe zbret në tokë. Zbret në tokë dhe është shenjë prej shenjave të kiametit, sikur që tha Allahu xhalla xhelaluhu, wa innahu la'ilmun lis-sa'a. Ai është dije për kiametin, ose disa kanë lexuar la'alamun lis-sa'a, është shenjë për kiametin. Dije për kiametin ose shenjë për kiametin, aty do të thonë fjalia gjuan kuptimin e vet. Pra me Isai'n alayhis salam do të kuptohen se jemi me shenjat e mëdha të kiametit. Pra ardha e tij, zbritja e tij është shenjë për shenjave të kiametit. Para se të zbresë Isai alayhis salam, do të jetë sprova e Dejxhallit.
Sprova e Dejxhallit do t'ishte shumë e nevojshme, ndoshta të spjegohet kush është Dejxhalli, por du ta di që ta spjegoj. I bie që nuk e di. Kur them nuk e di, a është krijes, a është njeri, a është janë të ndryshme mendimet dhe pohimet rreth supozimeve por megjithatë mund të jetë një krijesë e cila bën thirrje për devijim. Dhe është sprovë në cilën sprovë mund të bien shumë prej njerëzve ka fundi i botës. Kështu që si sprovë e tillë, kur do të vjen Dejxhalli, do të paraqitet me atribute hyjnore, duke thënë se unë jam Zoti. Unë kam mundësinë, kam fuqinë që të bëj diellin të dalë, të lindë. Unë jam ai që mund të sjell të rreshura, shi, dhe Allahu do t'ja realizoj ato kërkesa për të pa se si është gjendja e njerëzve. Dikush mund të thotë, por nëse Zoti ja ndihmon atij, e unë pse të mos i besoj? Ti s'duhet mi besu, sepse një gjë duhesh me kuptu. Cila është ajo? Se pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka dikush që mbështetet ashtu. Edhe në koftë njeriu më i devotshëm, edhe në koftë hoxha më takvali, edhe në koftë më evlija, nëse ai pretendon se unë jam i dërguar, i deleguar, i përzgjedhur i Zotit për diçka të caktuar, nëse pretendon gjëra të tilla, për gënjeshtrojeni, sepse ai nga njeriu i devotshëm mund të bëhet një lloj Dejxhalli tjetër që është mashtrues. E ne nuk do të bim prej e mashtrimeve të tilla dhe për këtë, duke e ditur, duke pas njohuri se kushdo që vjen me pretendime të tilla është i pabesueshëm nga ne. Është që duhet të mohojmë fuqinë e tij, kështu do të ndodh me Dejxhallin. Për këtë ne edhe shoqëror Zotit Dejxhalli nuk do të na vjen befasi. Pra besimtari, muslimani, mëson për te. Lutet kundër tij. Për i fitnes së Dejxhallit. Lutet në namaz madje. Për i lutjeve në tehiyat, në tashahhud, kemi që preferohen të bëhen pra në sunet, në kuadër të lutjeve dhe duave, që Allah të na mbrojë po ashtu edhe prej fitnes së Mesihut Dejxhallit. Ishin dy Mesiha. Mesihu, djali Isa i biri Mariemës, dhe Mesihu Dejxhalli. Dhe ne do të bëjmë lutje që Allah të na mbrojë nga fitnë e atij. E tash, ky Dejxhalli kur vjen, që është një prej shenjave të Kiametit, prej shenjave të mëdha, sepse shenjat e Kiametit, pra para se të përfundoj kjo botë, para se të bëhet kataklizma, do të kemi gjithmonë shenja paralajmëruese. Një prej shenjave paralajmëruese është vetë ardha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ardha e tij, ai ka thënë unë dhe Kiameti jemi dërguar si këta dy gishta. Pra ka dhënë sinjal që në mes me dhe tyre nuk ka më profet. Nuk ka sikur në mes këtyre dy gishtave që nuk hyn asgjë. Ndonë se kanë kaluar mbi 1400 vjet dhe nuk ka ndodhur akoma Kiameti, ne nuk e dim edhe sa ndodh, por megjithatë ai është afër. Është afër sepse është në ardhje sipër, por ne megjithatë do t'i shohim parafërsisht shenjat e Kiametit njërin pas tjetrës dhe do t'i perceptojmë ato se si mund të ruhemi ne. E prej tyre shenjave ka që janë të vogla, që ato të vogla thuaj se të gjitha kanë ndodhur. Që i keni të paralajmëruar dhe ju kanë shpjeguar hoxhallar dhe mund t'i përcjellni në emisione të posaçme derse të tilla. E prej shenjave të mëdha pra që kanë ndër tjerat edhe ardha e Dejxhallit më vonë do të jetë zbritja e Isait alayhis salam. E kur vjen Isa alayhis salam, bën disa veprime shumë interesante që për ne është me interes të di. Fillimisht, ku zbret Isa alayhis salam? Në përshkrimet që bëhet, Isa alayhis salam zbret në Damask. Në lindje të Damaskut. Disa që janë prej dietarëve të mëdhenj, që është Ibn Kathir për shembull, pretendojnë se Isa alayhis salam do të zbret në një vend të ngritur, aty quhet menare, por nuk është qëllimi i minareve,
sepse minaret e sotme që i kemi nuk kanë ekzistuar në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ka paralajmëruar, por është vend i ngritur. E vend i ngritur pra mund të jetë një ndërtesë, mund të jetë po mund të jetë edhe minarja, nuk përjashtohet edhe mundësi. Mendohet pra që do të jetë në xhamin Beni Umej ose xhamin e Emevetëve në Damask. Kjo xhami ju e shihni edhe sot e kësaj dite, pra pamje kur është në pyetje Damasku, është xhamia më kryesore në Damask. Nuk është për xhamive të shenjta, por e kanë ndërtuar gjenerata që kanë ardhur pas sahabëve. Janë gjenerata Beni Umeje, e dinastisë që do të udhëhiqet për shekuj e dekada, domethënë, dhe ka zgjat shumë. E i bie ka pas shumë khalife të asaj kohe, dhe prej tyre ka qenë edhe Omer ibn Abdulazizi, që njihet si khalifi i pestë, jo në kuptimin që është i pestë nga katërt që vjen pas Aliut, por i pestë për rëndësia, për drejtsinë që ka pasur me 2 vjet e pak udhëheqje, sa shumë ka vënë rënd në tokë. E rëndësishme, ata kanë ndërtuar xhami, është xhami për xhamive më të mëdha të botës, mos flasim që është xhamia më e madhe në Damask, dhe mendohet se aty do të zbret Isa alayhis salam. Disa të tjerë thonë jo, nuk është te xhamia ose nuk është në minaren e xhamisë, por do të jetë në një vend të ngritur, ndoshta në si një paralagje, ta quajmë guta lindore ose periferia lindore e Damaskut. Allahu din më së miri, por Isa alayhis salam do zbret në atë pjesë. Është domethënë se kjo po gjithsesi, është domethënë se prap lindja e mesme është epicendra kompasi i botës. Të gjithë profetët interesant pra, që janë përmendur, dhe ne jemi tashmë thuajse në përfundim e sipër të krejt këtij kapitulli, nga historitë e lashta që Kurani i përmend, asnjë nuk vjen nga bota e lindjes së largët ose e perëndimit ose Evropës qendrore ose të gjashme. Shumë interesante kjo. Gjithë ata aty sillen dhe kompasi i botës prap thash sillet rreth saj. Dhe jo rastësisht gjithmonë janë vende të krizave, që shumë njerëz kur kanë dëshirë të dinë pse nuk po qetësohen arabët, pse nuk po qetësohet Kudsi, pse Palestina është në këtë gjendje, pse lidhen me këto ngjarje të nderuar teleshikues. Lidhen sepse të gjithë pretendojnë që ta kenë të vërtetën ka vetja. Vetë hebrejt pretendojnë që e drejta është ka ata dhe krishterët dhe muslimanët e kanë gabim. Vetë krishterët mendojnë se hebrejt kanë devijuar, mos flasim që kanë mbyty Isa alayhis salam sipas pretendimeve të tyre, por edhe kanë devijime të shumta që ne e mbajmë vijën e drejtë vërtet, ndërkaq muslimanët janë trillim, sepse nuk ka pejgamber Muhammed, nga inati që kanë pasur që të jetë nga Beni Israil të pejgamberi i fundit. Të tjerët pra muslimanët tash dikush mund të thotë po ti tash flet për vetveten. Po jo për vetveten, por vërtet të jesh pjesë e besimit në qetën e profetëve dhe ta besosh edhe profetin e fundit. Të mos e lësh në gjysmë atë rrugë, kjo më të vërtet është kompletim. Se i dërguari sallallahu alaihi wasallam veten në fakt nuk e glorifikoi. As nuk tha unë jam imami i profetëve që ju kanë ndodhur më dal imam në namaz në ngjarjen e Isras, por ai e tha në mënyrë shumë interesante tha. Unë jam tha sikur një mur ku ka mbet edhe një gur, respektive një tjegull pa u vendosur, dhe unë jam ajo që me të kompletohet dhe thuhet tash u kry ky mur. E i dërguari sallallahu alaihi wasallam me kaq modesti e tha dhe kaq thjesht e tha që unë jam njëri prej atyre gurve të atij murit ose që të asaj ndërtese të gjithë pejgamberëve. Por kur ti pra e beson edhe këtë, i bie se e ke një mur të kompletuar. Dhe muslimanët janë ata që besojnë edhe në pejgambert, edhe në Musa alayhis salam, dhe e duan fuqishëm. Besojnë edhe në Isa alayhis salam dhe e duan fuqishëm, dhe rrjedhimisht pra e shohim se edhe ardha e tij është në këtë dimension,
sepse ai do të vijë, do të zbres në Damask. Në çfarë kohë? Do të zbres në kohë të namazit të sabahut. Interesante shumë. A do të njihet? Do të njihet se do të jetë i pritur, pra që të vjen një njeri, të zbret dhe kur do të hyjë në xhami, sigurisht që kushdo që është mufti në Damask në atë kohë, apo i Sirisë, apo Zoti e din se si do të quhet vendi, sigurisht që ai do t'ja lëshoj rrugën, apo më e vogla imami i xhamisë, asesi, ai do të falet si xhamatli. Kjo është interesante. Do të falet si xhamatli, nuk do të vjen si pejgamber, pra. Por këtë edhe një herë, kthimi i Isait alayhis salam në këtë botë nuk është me misionin e njëjtë që ka pas më herët, pra si pejgamber. Ai nuk vjen tash me libër të shenjtë. Libri i tij i shenjtë është Kurani. Ai vjen si besimtar, ai vjen si pasues, ai vjen si vëlla i imi dhe i yti, musliman i nderuar, pra nuk vjen për arsye të tjera. Dhe i ndihmon botës shumë. Çfarë i ndihmon? E mbyt Dejjallin. Tjetër, që përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përpos që e mbyt Dejjallin, e mbush tokën drejtësi. Do të jenë disa vite shumë të begatshme, që njerëzit do të jetojnë në atë drejtësinë absolute që sot e kërkojmë nga lindja dhe perëndimi dhe nuk e gjejmë. Bëhen lufta të padrejta, bëhen okupime të padrejta, bëhen uzurpime të padrejta, bëhen shkelje të drejtave të njerëzit, bëhen imponime të mendimeve, ideologjive, filozofive të gabuara dhe devijuese, etj. Dhe do të vijë një periudhë kohore kur jo vetëm do të ketë drejtësi, po e gjithë bota do ta ndjejë këtë drejtësi. Tjetër, atë që ju atribua atij do ta luftoj, do ta thyej kryqin. Po, ai do t'ju tregoj se nuk jam unë ai. Ai do t'ju tregoj se edhe nëse do të isha unë, ju nuk keni nevojë edhe atin edhe birin e shpirtin e shejt të adhuroni, po du të adhuroni vetëm atin, vetëm Allahun. Dhe triniteti dhe besimi në këtë formë nuk kanë kuptim. Dhe jo vetëm. Nga 3 besimet tash njihen monoteiste, hebraizmi, krishterizmi dhe islami, 2 prej tyre nuk e konsumojnë mishin e derrit, vetëm krishterët e konsumojnë mishin e derrit. Hebrejt nuk e konsumojnë. Hebrejt kërkojnë kudo që janë mishtorën e muslimanëve, se i besojnë fuqishëm kësaj që muslimanët e therrin mirë, e therrin sipas parimeve të shëndosha, edhe nuk e konsumojnë derrin. Ndërkaq të krishterët na kanë mbush tokën me derra, në kuptim ne duhet të kemi kujdes edhe në vendet tona, edhe në vendet me musliman, ne duhet në Tiranë, në Shkodër, në Elbasan të themi kjo është pica halal. Pse pica halal? Sepse do të identifikohet pica që ka mish viçi ose të kafshët të lejuara dhe tjetër që me shumicë përdor derrin. E Isai alayhis salam do ta mbyt derrin, s'do të ketë dera më tutje. Do të tregoj pra që thjesht pjesë e cilit besim është sakt. Isai alayhis salam pra e mbyt Dejjallin, vendos drejtësi, thyen kryqin, mbyt derrin dhe toka do të mbushet me rend dhe pasuri. A do të ngopen njerëz me pasuri? Do të ketë periudhë kohore. Ka pas edhe në histori që ka ndodhur kjo. Por me zbritjen e Isait alayhis salam, kur dikush do të shkojë dhe t'i jap lëmosh dikujt tjetër, do thotë çfarë po do? Çfarë po do të më japësh? S'kam nevojë, kam të mia. A mund ta imagjinoni këtë? Sot edhe një të pasurit t'i japësh, ndihet ndoshta mirë se ekziston uria për pasurinë. Pra, njerëzit do të jenë aq me komoditet dhe aq të garantuar për të ardhmen e tyre se s'ka nevojë që të marrë pasurinë e tjetrit. Këto janë disa prej veprimeve që do t'i bëj Isai alayhis salam pas ardhjes së tij në këtë botë, përsëri po them, pra, e cili është shenjë për shenjë të kiametit, dhe më pastaj do të vdes. Do të vdes si njeri i rëndomt dhe do të bëhet pra në kuptim shumë të thjeshtë dhe njerëzor ai Isai që e vendos drejtësinë, e cila padrejtisht i është në vesh atij,
duke qenë pra një thirrës në monoteizëm, një thirrës në tauhid e jo në një pretendues që të jetë ai vetë Zoti ose që me të bëhet shirk, e që Allahu xhalla xhelaluhu pastaj tha në ata ajete që përmendëm, edhe qejt mund të përcasin nga pretendimet që dikush i ka menduar se Allahu ka fëmijë. Nuk është fjala këtu vetëm për të krishterët, se edhe hebrejt thanë Uzeirun ibnullah, Uzeiri është djali i Zotit, edhe krishterët thanë Isa është djali i Zotit, si takon Allahu që të ketë djalë, si takon Allahu që të ketë fëmijë. Ne jemi gjithë krijesat të Allahut dhe gjithë jemi të tij, por jo fëmijët e tij, sepse nuk është sikur ai askush nuk i përngjan dhe këtë duhet ta ruajmë me shumë precizitet. Nëse se kuptoni mirë nga fjalët e mia apo të kushdo që ja shpjegon këto, dihet që Allahu për me mbrojt teorinë se është i vetëm që nuk meriton të adhurohet askush tjetër pos tij, do t'i bëjë gjitha këto mrekulli, vetëm të presim se gjitha do të ndodhin dhe do të vije pra vetë i saj dhe do të na tregojë se cila është e vërteta saktë që ai thirrri në te. E jo ata që pretenduan se Isai i ka mësuar që të gabimisht që ta trajtojnë atë si birë të Zotit ose që të shtrembërohet libri i shet. Nuk do të tentoj bile të sjell asnjë injil para vetes, por ai do të punoj dhe do të gjykoj me Kur'anin, sikur unë dhe ti që e kemi libër të shenjtë, që e besojmë, i lexojmë ajetet e tij, marrim sevape me leximin e tij dhe i aplikojmë mësimet e tij. Ka dhe prap ngjarje të tjera në Kur'an që nuk kanë të bëjnë tash patjetër me profet, e ne vetë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që është ngjarje më e madhe, por nuk është si rrëfim kuranor, ato nuk e interpretojmë sepse Muhammedi nuk e interpreton Kur'anin. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam interpretohet dhe për ne është histori e gjallë e pavdekur e që nuk e kemi si popull të Kur'anit. Ndërka që disa popull ose ngjarje të tjera që janë përmendur në Kur'an do t'i shohim në javët në vijim dhe kështu dal nga dalë dhe tërë këtij cikli të emisionit Popujt e Kur'anit po i vije edhe fundi. Deri në javën tjetër, me lejen Allahu xhel xelaluhu, ju lëm në kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.